Banorja e Big Brother VIP 4, Egli Tako u largua nga shtëpia më e famshme në Shqipëri për shkaqe shëndetësore. Gjesti ka folur dje në mbrëmje gjatë spektaklit për largimin e Eglit dhe për mënyrën se si ndihej ai. Ledioni e pyeti se si ndihej, por gjithashtu e pyeti se pse po lotonte sot pas dite. Nuk jam mirë, jam munduar ta mbuloj me të qeshura. Kam lotuar për shumë sene, s'më ka bërë mirë ikja e saj, se po më mungon, tha ai. Pas kësaj në ekran u transmetua takimi i fundit mes Gjestit dhe Eglit përpara se ajo të dilte. Unë nuk e përballoj dot më se jam shumë e sëmur, jam shumë pa qejf. Kam dashur vetëm të ruaj gjithmonë e kam hedhur veten poshtë. Nuk kam luajtur asnjë ditë të vetme që kur kam hyrë në këtë shtëpi. Me shpirt të fal, i tha Egli Gjestit në dhomën e rrëfimit. Gjesti e komentoi sërish këtë situatë duke i kërkuar falje Eglit dhe familjarëve të saj. Jam ndjerë shumë rëndë. S'po më vjen mirë kur e pash në atë gjendje. I kërkoj shumë falje. Në asnjë moment nuk kam dashur ta fut në atë gjendje. Më vjen keq shumë për familjen e saj dhe për Eglin. Kur të dal jashtë mendoj që kam me Taku. Më vjen keq dhe nëse ma japin mundësinë kur të dal do t'ju kërkoj falje, tha Gjesti. Pas kësaj ka reaguar aktoreja Olta Gjixhari, e cila e ka mbështetur Eglin. Një përqafim shumë të ngrohtë sot për Egli Tako, Karma thot, ndonjëherë duhet të vuash në jetë, jo sepse ishe i keq, por sepse nuk e kuptove se ku dhe kur të ndalosh së qeni i mirë, shkroi Olta në një Insta story.